për votim të kryetarit të ri. Por nuk është për votim të kryetarit. Grajica po pyet cili është qëllimi i ftesës në kuvend. Qëllimi i ftesës në kuvend mund të jetë të konfirmohet edhe një herë zotëria me fjalë. Debati për rezultatin, sepse duhet shërihet në organe dhe jo në Facebook dhe në studio me folë drejtuesit të LDK-s. Pra në kuvend që është organi më i lartë i një subjekti politik. Dhe kjo është e mirë që ka ndodhur. Pra Abdi Gjiku nuk guxon dhe nuk duhet me blloku debatin e brendshëm, sepse ai duhet me ndëgju deri në fund. Që ka me thonë ndoshta secili prej 850 delegatëve që e ka rëndësinë brenda aty. Kjo është esenciale. Por besomni, është me thellë puna, nëse bëjmë 2 minuta me shpjegu sipas meje. Nuk zgjidhet kur zhodhën e sa vazhdon Abdi Gjiku të jetë kryetari i LDK-s, edhe nëse e ndron LDK-ja kryetari. Kur po them kur zhoi bjen, nuk është që nesër ky subjekt politik i bën 50% dhe rrezon zotin Kurti. Unë besoj që opozitarizmi, pjesa e opozitës është një udhkryq të jashtëzakonshëm politik. Pra, kur po them të jashtëzakonshëm është po ndodhin shumë procese të rëndësishme në të cilin mund me determinu vendin për 10 vite të ardhshme që vetë vendose me komoditet të jetë në pushtet. Kur po them me komoditet nuk kupton kjo. Pra LDK ka një lëndim të jashtëzakonshëm, apo diskutojmë këtu. AK pedinë më cili është rezultati i këtij subjekti politik. Duhet të ketë një veprim më një hershëm për me shpëtu vetën. Ky është realiteti. PDK me shpërthime të brendshme të mëdha në grupacione, të cilët po i presin vendime në Hag për me e gjetë vetën. Pëzom kushtrime një situatë ku vendimi është negativ në Hag. Apo? Dhe pëzom me një situatë ku LDK i ka këto 12%. Një situatë